Emirton Sulli, një prej zyrtarëve të Akshit, ka zbardhur mekanizmin se si veproi për paracaktimin e tendrave pranë këtij institucioni. Sipas tij, të gjitha kriteret e tendrave ishin të paracaktuara. Referuar portalit VNA.al, në dëshminë e tij para prokurorëve të SPAK, ai tregon se Daniel Shima kishte krijuar një adresë emaili projekte@akshi.goc.al, nga i cili niseshin në emailet e grupit të punës të gjitha dokumentat gati për projektet e prokurimit publik, dhe se kjo gjë ishte bërë nga ai qëllimisht që të mos identifikohej se cili subjekt i niste këto emaile dhe përgatiste këto dokumente. Në një nga procedura, dëshmitari Sulli shprehet se kuptoi paraprakisht se ishte ndërtuar në atë mënyrë që të përfitohej nga shoqëria Image Communication Development me zotërues Igli Gjelishtin për të lënë jashtë gare kompaninë. Daniel Shima në kohën kur ishte zëvendës drejtori i përgjithshëm te kriteret e veçanta kishte futur kriterin e pajisjes CSP, certifikat që jepet nga AKSIK. Duke shtuar këtë kriter, sipas Sullit, u bllokua një numër i madh procedurash. Emirton Sulli akuzon Daniel Shimën për bashkëpunim me Geron Meçën dhe Mermal Beqirin. I pyetur për procedurën e prokurimit, implementimi laboratorëve Smart, Sulli tregon se ka qenë kryetari njësisë së prokurimit dhe se fituese ka qenë e paracaktuar, konkretisht shoqëria Alpscan, duke treguar se paracaktimi ishte bërë nga Geron Meçë dhe Daniel Shima. Ai tregon se dokumentet e kritereve i erdhën të gatshme nga AM, për të cilin vinte zarfi në zyrë me pseudonimin Zarf për Albanin. Më tej dëshmitari shpjegon se i gjithë sistemi i prokurimeve të Akshit ka qenë i koordinuar nga Daniel Shima, duke treguar se nga i vinin edhe dokumentet standarde të prokurimeve edhe ftesat për operatorët ekonomik. Sipas dëshmisë së tij, ka patur dyshime se këto dokumenta përgatiteshin nga subjektet private, operator ekonomik dhe u jepeshin më tej antarëve të grupeve të punës për t'i nënshkruar. Ndërkohë, në një dëshmi të vet Daniel Shimës së SPAK, ky i fundit mësohet të thënë para prokurorëve se të gjitha paracaktimet i bënte me porosi të drejtoreshës Mirlinda Karçanaj. Kjo e fundit është marrë pandehur nga SPAK dhe ndodhet në arrest shtëpie.